Mësimi në veçli është sikur se këdhendja në gur. Nisur nga ky fakt. Dhe hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili na thot që gjithë secili prej nesh jemi përgjegjës për familjet tona, kemi vendosur të nisim shpjegimin e mësimeve më themelore për më të dashurit tanë, fëmijët tanë. Do të mësojmë për njohjen e Allahut dhe adhurimin e Tij, do të mësojmë për njohjen e fesë islame dhe për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, do të mësojmë për marrjen e abdesit dhe mënyrën e faljes së namazit dhe gjithashtu për disa nga virtytet më të larta të fesë islame. Prindër të dashur, ju ftojmë të na ndjesni në këto mësime të ilustruara për fëmijët tanë, loçkat e zemrave tona.